Mbrapa kësaj dere mund të shihni një nga gjërat më të rralla në Shqipëri. A e keni parë filmin Eyes Wide Shut me Tom Cruise dhe Nicole Kidman, kohën që akoma ishin të martuar bashkë. Një film i Stanley Kubrick që bëri një zhurmë të jashtëzakonshme edhe pse vinte nga një libër i viteve 30. Filmi flet për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në fakt lidhet me maskat veneciane. Maskat veneciane janë të njohura sepse përdoreshin në Venecia gjatë karnavaleve të famshme të Venecias dhe ishin një nga traditat më të mëdha italiane. Por në mes të viteve 90, rreth 30 vjet më parë, një djalë nga Gjirokastra i martuar në Shkodër vendosi të krijonte maskat veneciane në Shqipëri dhe t'i shiste në Venecia. Sot ai ka disa dyqane në Venecia dhe pothuajse 100% të maskave të prodhuara me dorë në Venecia prodhohen këtu, në Shkodër, në këtë godinë që mund të shihni tani, do t'ju tregoj edhe dyqanin, në këtë godinë që po shihni në zonën industriale të Shkodrës dhe prodhohen për Venecia, por njëkohësisht është ngritur një dyqan, një nga dyqanet më të bukur që mund të shihni, në të cilin të gjitha prodhimet janë 18 artiste dhe artistë që punojnë për të ngritur këto. Shiheni dyqanin on blok, pra të gjithin, i cili ka vizatime murale të Venecias, të gjitha zbukurimet e bëra po këtu, shiheni, dhe të gjitha llojet e maskave dhe veshjeve veneciane, këto janë veshjet e karnavaleve të famshme. Kjo është një nga maskat më të shtrenjta, në Venecia mund ta gjeni midis 3.000 dhe 3.500 eurove. Shiheni edhe këtë kokali po ashtu. Ndërkohë janë maskat e tjera të këtyre përmasave, shiheni. Unë po eci tani nëpër një dyqan që duket absolutisht si një prallë. Çdo gjë me xhamat Muranos, me maskat veneciane të prodhuara në Shkodër të gjitha llojeve. Maskat veneciane prodhohen prej kartonit të presuar, të përzier me vinovil dhe me një lëndë pak më me ujë, vinovil dhe pak shihni, letër dhe karton i presuar, i cili vendoset në një kallup, prodhohet fillimisht dhe më pas dekorohet. Ti nuk mund të gjesh kur 2 maska që të jenë njësoj, për arsye se dekorimet që vijnë nga artistët janë gjithmonë të ndryshme. Kjo mask, për shembull, e ka lulen blu dhe buzë të kuqe. Kjo mask tjetër që është ngjashme si ajo ka lulen e kuqe. Kjo tjetra është prej ari dhe po të vini re ka një ndryshim në një nga pikat e saj që nuk është e njëjtë me tjetrën. Kjo është një nga maskat e mëdha dhe më të shtrenjta që është e zbukuruar me pupla. Kjo është një tjetër mask, sërish një mask, por tani do t'ju çoj te historia më interesante. Kjo është një prej maskave më të bukura, e vendosur dhe në një kornizë, çdo gjë tjetër rreth e rrotull është po prej tyre. Tani duhet t'ju çoj në pjesën më interesante. Imagjino të jesh në mes një dyqani, ku çdo gjë është mask. Shiheni, në Venecia nuk ka asnjë dyqan me këto përmasa sa ky dyqan i ngritur në Shkodër. Shihni maskat, po mundohem të afrohem të disa prej tyre për t'i parë. Është e gjitha në Shkodër. Pjesa tjetër, një mask e jashtëzakonshme. Varet shumë nga derdhja që punohet. Duhen thuajse 10 ditë për të përgatitur një mask të tillë. Elefanti është shumë i shtrenjtë. Hyn tek ato që kalojnë mbi 3.000 euro në të paktën Venecia, nuk e di sa janë çmimet në Shqipëri. Dhe po ju çoj tek një tjetër pjesë, shiheni, sërish një maskë e cila ka dhe pamje të karnavaleve të Venecias, një mask tjetër, i gjithë muri deri në fund është i mbushur me maska të tilla. Shihni çfarë mrekullie ti është këtu në mes të këtij dyqani.
Po kush është maska klasike në fakt? Maska klasike është kjo është maska e famshme e Xholit, por maskat më klasike janë këto, që shërbejnë për ballot e maskave dhe mbulojnë vetëm pjesën e syve dhe të ballit. Këto janë maskat klasike që përdoren, ose maskat me ngjyra. Gjëja më interesante është këtu. Gjëja më interesante është këtu për një arsye të thjeshtë. Kjo mask këtu është maska me të cilën është luajtur filmi Eyes Wide Shut me Tom Cruise dhe Nicole Kidman, ja dhe Tom Cruise me këtë mask të vendosur, dhe poshtë fabrika në Shqipëri. Në fund viteve 90, fillim viteve 2000, fabrika në Shkodër mori porosi për të krijuar një mask si kjo, e cila do të ishte një mask e zakonshme, por duhej një sasi të madhe përtej dyqaneve. Maskat u prodhuan dhe ju dha një kompani amerikane të prodhimit filmave, pa e ditur që ato të përdoreshin për filmin Eyes Wide Shut. Kur filmi u shfaq në kinema, u shkruhet që maskat ishin prodhuar në këtë fabrikë në Shkodër. Bëri buj, pati shkrimen për gazetat e kohës, dhe kallupin e maskës, pronarët e fabrikës, për këtë kallup të maskës këtu, që ka vendosur Tom Cruise në film, e riproduan dhe vendosën këtu, duke bërë një prej, po e quaj, modeleve kryesore të saj. Këtu po ju tregoj konkret edhe Tom Cruise me të njëjtën mask, pra shifeni. Tom Cruise me të njëjtën mask të filmit Eyes Wide Shut. Ishte një film që ngjalli një diskutim të pashëmbull në gjithë botën kinematografike, dhe jo vetëm për arsye të raporteve të seksuale. Është një libër i viteve 30 i cili merrte shtys nga teoritë e forta të freudizmit të asaj kohe, por që nuk ishte pasur kur sukses derisa Stanley Kubrick e zbuloi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e ktheu në një skenar për film që u luajt nga Tom Cruise dhe Nicole Kidman, që në atë kohë ishin një çift. Ishte një lloj kërkimi në pikat më të errta të martesës midis një çifti, ndërkohë tash ky dyqan vazhdon të jetë sot dëshmi e jashtëzakonshme e punës së artistëve shqiptarë, të cilët dominojnë 100% tregun e venecian të maskave dhe që shesin sot në të gjithë botën. Është vështirë, thash, të gjesh një gjë tjetër të ngjashme. Në Venecia nuk mund të gjesh asnjë tillë, edhe Luani është klasik, por t'jeni të sigurt që një dyqan si ky, në Venecia jo, po ndoshta nuk e gjen dot askund në botë për maska. Çdo gjë e punuar me dorë, çdo gjë me javë të tëra pune, çdo gjë mahnitse, mjafton të rrotullohesh brenda këtij dyqani, i cili thash është një nga më të bukurit që mund të gjesh kudo në botë. Nga parajsa e maskave në Shkodër.